Jemi rikthyer pasi dëgjuam muzikën, jam këtu me kolegen time me violon edhe me Erionin nga Kalt Cinecloset. Kalt Cinecloset. Mendova se ishte italisht në fillim. Ishte kështu çorapet, kalcinët, dollapi i filmave kult. Dollapi i filmave kult. Ore, çfarë publiku vjen zakonisht aty? Shumica dërmuese, për aq sa mund bëj unë statistik sepse dyqani fizik është në muajin e 5, shumica dërmuese janë gjenerata e re, janë 20 vjeçar. Janë 20 vjeçar, ndërsa mosha ime ose më të mëdhenj se sa unë, sepse kemi dhe njerëz deri 60 vjeç, për shembull, ka persona që vinë aty, janë më të pakët, më të rrallë. Tek mosha ime shoh që edhe snobojmë si gjë, ndërsa ky brez i ri është pak më trend me këtë, është pak më kështu, kanë më shumë frymë që e duan një diçka që është nish, që është gjithsesi përket pakicës, po ata janë në shumicë. Po mirë, ndodh që të vinë të rinj, të cilët e kanë parë, po nuk e kanë shumë iden edhe të dalin me katarsis nga klubi. Pra i ke ndryshuar estetikisht. Ke ndryshuar pikpamjen për filmat ose për filmat e mirë që duhet ndjekin. Po, dhe më kanë dhënë shumë dhe ata, sepse për informacionit që është sot mund të të vijë një 15 vjeçar, si një shqiptar që jetonte në Holland dhe erdhi dhe u mrekullua aty me vendin. Dhe ai më tha, filmi im i preferuar, thash, The Fifth Seal, dhe unë e korrigjova, i thash, është The Seventh Seal i Bergmanit. Nuk e kam për ato të Bergmanit, e kam për një hungarez që unë se kisha parë. Dhe pash dhe ishte film i mrekullueshëm. Po ai mori një katarsis tjetër, sepse në atë periudhë ne bëm maratonën e Lord of the Rings dhe 15 orë njerëzit pan të 3 filmat extended editions, versionet e gjata, pan dhe intervistën me Peter Jackson, regjisorin, dhe e nisëm në 10:30 të mëngjesit dhe mbaruam në 2 të natës. 10 njerëz që nuk njiheshin dhe u njohën aty për herë të parë, u bën miq dhe i bashkoi vetëm filmi dhe nuk u lodhën as pak, u kënaqën, sigurisht ne hëngrëm aty, bëm shumë pauza, pim dhe kjo është gjithë gjëja aty, aktivitetet. Fantastike. Ky është efekti i kinemas, është efekti i kinemas. Doni ta dini çka kemi sot aty për shembull? Sot një të natës në një të natës do jepet Ekzorcisti, sepse ekziston një lloj rregulli i pashkruar midis kinefilësh që Ekzorcistin duhet ta nisësh një të natës që të kapi ora 3 e natës. Që të vi ora 3. Është ora keqe. Ora e shpirtit, ora keqe, po pra, unë nuk guxoj të shoh filma horror. Fix Viola është për të ardhur sot atje. Po. Ka ndonjë ritual tjetër kështu për shembull që njihet mes filmdash tha që mbase Po, ka. Për shembull Lord of the Rings, qofse do bësh maratonën, duhet konsumosh gjatë gjithë kohës ushqim, se janë hobbicat që vetëm hanë gjatë gjithë kohës, duhet kesh second breakfast, duhet kesh second lunch, këta diun ato. Të dalësh obez, domethënë, nga Lord of the Rings. Dalësh obez, na ashtu kemi kemi shiu plotësisht, ishte një eskapizëm arratik kështu e pastër fare, nuk e di pasaj te Scarface mund të ketë sa gjëra të tjera më të këqija. Që ta dini, ti Erion nuk e nga ta dish se ne takohemi sot për herë të parë, po un kam qenë ja 10 kg më e shëndosh se sa jam tani. Kur moj? Përpara ca kohësh. Dhe sekreti, cili është sekreti i rënies? Nuk kam parë më filma. Nuk e parë më filma, se duke parë filma dhe duke ngrënë. Dhe duke ngrënë, vërtet ndodh. Ky është një ves i keq që unë e kam dhe jam e bindur që nuk jam e vetmja. Do ta kenë edhe të tjerë që teksa shohim filmin rrëmbehen aty nga kokoshkat ose nga ato snacksat që përdorin gjatë shikimit të një filmi. Unë bëhem e fshikës kur shoh filmin. se nuk shkoputem dot që të shkoj në banjo. Sa herë kam thënë, po si nuk ka i çik publicitet në mes të filmit kur del me ndonjë nga këto kanalet që e jep rastësisht edhe nuk e ku e stopon atë filmin që ti bësh pauzë që ose thjesht shkëputesh dhe nuk do, po si nuk ka i çik publicitet në mes të filmit. Deri në vitet 90 në kinema ka qenë gjithmonë ligji, po themi, pashkruar i intermissionit, i një pauze midis filmit, sidomos te filmat mbi 2 orë, po tani ka ikur. Tani ka ikur dhe është gjuna, ndërsa te si place quhet dhoma brenda Kalt Cineclosetit, ku ne shohim filmat e kemi luksin ta vëmë në pauzë dhe në fakt edhe është e nevojshme që ta flasim çik jashtë, njerëzit pinë një cigare ose shkojnë në tualet. Dhe është shumë e bukur nëse ti do ta respektosh në maksimum atë filmin që ke ardhur të shohësh. Po nuk të ndikon kjo nga shkëputja e narrativës? Jo, mjafton të përfshihesh prapë si në fillim, filmi vazhdon aty ku e le, nuk ndryshon asgjë. Siç ndodh me librin, besoj kam përshtypjen, ti lexon 100 faqet e para, po themi brenda një nate, të zgjumi dhe rikthesh edhe një herë historisë aty ku ka mbetur, nuk humb gjë.
Megjithatë kam përshtypjen që Cineplexi e ka akoma këtë pauzën për filmat e gjatë. Për disa po, sepse është e nevojshme, ka filma 4 orë, edhe ata kanë dhënë dhe ishte fantastike. Lord of the Rings që u dha dhe aty maraton dhe patjetër, shumë pauza, shumë intermission se s'mund t'ja dalësh ndryshe. Fantastike.